shumë ma shpesh ka qef këmër se unë. Do me do ma shumë. Tina ma shumë t'i pëlqen se mu. Familja jem. Familjes tënde. Po. Ka paraqit ty problem kjo? Po shumë kom pas problem se që është turk. E normal, kanë qef gjithë prind, më koni joni, shqiptar. Ama, qështë ta bjen kësmeti? Turqisht, ja na turqisht nuk dim. Si e najni mirë, apo na përkthen? Mirë, qka është kja? Jemi pra emisionin 05, jam në shesh, me i prit mërgjimtart, po tregoni qësh po kaloni? Mirë, super, se në Kosovë. Ju jetoni në Turqi, do me thonë? Jo, në Gjermani. Gjermani? Po, Edhe është bashkëshorti juaj? po, Do me thonë, Gjermani je njoftu me një turk. po. A po tregon si është ajo ndoshta fillimet e para kur jeni njoftu, përktheja një kohësisht edhe këtij. Shumë shtirë. Shumë vështirë. Shko ki familjes apo për çka? Familja jem. Familjes tënde. Po. Ka paraqit ty problem kjo? Po shumë kom pas problem se që është turk. E normal, kanë qef gjithë prind, më koni joni, shqiptar. Ama, qështë ta bjen kësmeti? Edhe ti ke qenë e lumtur. E lumëtër, shumë e lumëtër. Ndërsa për zotin jon, ka paraqit problem apo nuk ka pas asnjë problem? Jo, heq. Për familjen e tij apo Jo, heq, ketë mirë, në regull, që me thonë, ketë mirë, shumë i kërkoj familje. ndjes mirë, po nuk po dim. Çfarë duhet për ata? Ata përkthejnë e herë shpak. Hajde. Dhe praktisch wie wir uns kennengelernt haben, wo gab es Probleme. Als Germanes. Kennengelernt. Es war Ja. schön, ja. Ja, wir haben uns halt kennengelernt, ne? Das ist so, wie soll ich dir sagen? Das ist unser Schicksal, dass wir uns gefunden Kismet haben, o ne? kon. Kismet, ja. Kismet edhe në rregull. Ketë në rrëpi Allah shumë mirë, Ashtu. Vini shpesh në Kosovë në pushime? shumë shpesh. Shumë shpesh. Para se me të njoftyja, ka qenë këtu në Kosovë? Jo, Jo. ja a. Cila kur ka së qenë kon? përshtypja e parë, edhe për shqiptarët, edhe për vendin Kosovën kur e ka pa për herë të parë? Shumë i ka pëlqyer, nda me thonë kë shumë ma shpesh ka qef këmër se unë. Do me do ma shumë. Tina ma shumë t'i pëlqen se mu. Ashtu, çka pi pëlqen më shumë? Njerëzit që janë shumë, që me thonë, Hapun, shoqërueshëm. shumë shlushëm, edhe, da me thonë, edhe me fëmijë, ne, se në Gjermani është ndryshe, atje nuk janë, ne. Njerëzit pak si, që me thonë, ma të ftoft, janë shumë ftoft. Ama këto Kosova është këtë ndryshe. Çka punani atje, me çka merreni? Unë jam flizer, e kë punan të fabrik pëmposave. Që 25 vjetë po. Tregoni sa është e vështirë puna që e bëni. Edhe sa keni problem kujdesin ndaj fëmijëve, duke i pa që janë moshë të vogël, kur dytë po thoni që jeni Also, unë momentalisht nuk jam punë, nërë jam të shpia, se në Gjermani është ki 3 vjetë pausë. Kë më punë, po, është tirë se e ka që me thonë me 3... Po, që ashtë. për fund. 2-3 fjalë shqip, a mundet me na i thonë çka din, çka ka mësuar shqip. Was kannst du 3 Wörter auf Albanisch sagen? Shumë mirë, Shumë mirë. Hajde edhe një ditë. shumë mirë. Po, jo, faleminderit. Faleminderit. Vetëm ka. Yes, më të mirë. Natën e mirë. Po deka. Po dhe me kuptu kështë. Kupton mirë, po me foli më problem. Çfarë? Faleminderit shumë, kënaqësi që u takum, kaloni sa më mirë. Faleminderit. Kalofshit mirë.